Kjo grua mbajti një thelbi hudhër në gojë çdo mëngjes për 30 minuta dhe u befasua me rezultatin. Hudhra është një bime jashtëzakonshme dhe ka fuqi antibakteriale, parandalon të ftohtin, arteriosklerozën, problemet e veshkave dhe forcon kapilarët e gjakut. Në mjekësinë kineze, hudhra përdoret edhe për shërimin total të trupit. Në mëngjes, fusni një thelbi hudhër në gojë, e mbani për 30 minuta. Përshtyma bashkë me përbërësit e dobishëm të hudhrës hyn në gjak, pastron kapilarët dhe nyjet limfatike, ndërkohë hudhra ul edhe gjakderdhjet orale dhe forcon mishrat e dhëmbëve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Më pas, hidheni pjesën e mbetur nga hudhra dhe lani dhëmbët. Nëse ende ndjeni në gojë shijen e saj, fusni një kokër kafeje ose pak majdanos. Disa gllënj kaqumësh do heqin tërësisht nga goja juaj erën që mund të ketë lënë hudhra. Por përse mbajtja e hudhrës në gojë mund të sjellë këto përfitime? Sipas Healthline, mbajtja e hudhrës çdo ditë në gojë në këtë mënyrë mund të pastrojë në mënyrë të përsosur gjakun, të ulë ndjesinë e urisë, të parandalojë gripin dhe problemet respiratore, të përmirësojë në mënyrë të shkëlqyer imunitetin, është një zgjidhje shumë e mirë kundër anemisë, premton lehtësim kundër bronshitit të vazhdueshëm, sjell përfitime për veshkat dhe për fshikëzën, i bën lëkurës mirë edhe për poret, duke i lehtësuar edhe komplikacionet që i kanosen asaj. Hudhra është një produkt i jashtëzakonshëm ushqyes për organizmin. Nëse e përdorni me sukses dhe brenda normës lejuar çdo ditë, atëherë do të keni një sër përfitimesh pozitive në rritjen e vlerave të trupit. Shumë njerëz nuk e dinë se hudhra, duke u konsumuar çdo ditë, do të ofrojë një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Shumë njerëz e duan hudhrën pavarësisht nga aroma e saj. Ajo nuk është kurrë një shtesë e jo e mirë për dietën tuaj. Por sipas WebMed, në këtë video do të tregojmë arsyet kryesore pse duhet të konsumoni hudhra. I mban dhëmbët më të shëndetshëm. Ulëntimet kanë treguar se hudhrat janë një trajtim i mirë alternativ për infeksionet e mishrave të dhëmbëve, kanë veti antibakteriale, antivirale dhe antikërpullore, kanë veti të mira antiplakje. Sipas ulëntimeve, hudhrat janë efektive kundër plakjes. Në rrethimet të cilat mund të bëhen edhe në lëkurën tuaj, aplikimi i maskave me hudhër mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për ta mbajtur atë më të shëndetshme. Nga ana tjetër, do të ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër shqetësimeve të tilla. Në këto raste, hudhra mund të ofrojë edhe element shtesë në dietën tuaj. Hudhra ju bën më tërheqës. Kjo mund të jetë në kundërshtim me instinktin tuaj, por është e vërtetë. Sigurisht të gjithë e dimë efektin që ka hudhra në frymëmarrjen tonë, por a i dini se aroma e trupit ndikohet edhe nga kjo perime? Kërkimet e vitit 2016 kanë treguar se ndikimi i hudhrës në erën trupore në të vërtetë është kryesisht pozitiv, citon Brightside. Hudhra ka efekte të forcojë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar, duke ofruar asaj një mbrojtje më të mirë efikase në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e rezistencës së trupit. Fakti që hudhra është një zgjidhje shumë e mirë në dietën tuaj, këtë e bën një element të veçantë për të. Duke rritur imunitetin dhe duke mbajtur larg komplikacionet, përfshirja e hudhrës në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje vërtet pozitive. Hudhra mund të ulë nivelet e tensionit të lartë të gjakut. Hudhra është një nga ato produkte të cilat mund të ulin presionin e gjakut. Studime të shumta kanë treguar se marrja ditore e hudhrës do të ketë efekte afatgjata në uljen e kolesterolit. Sigurisht, nëse keni të bëni me ndonjë komplikacion kardiovaskular ose rritje të presionit të kolesterolit, gjithmonë duhet të merrni këshillën e specialistit nëse doni ta përdorni atë së bashku me medikamentet ose jo. Hudhra është një nga bimet më të lashta të njohura nga vetë njerëzimi, që vazhdon të qëndrojë si një zgjidhje natyrale për shëndetin, duke kaluar çdo trend modest të mirëqenies. Përdorimi i saj që në kohët e lashta e bën atë nga më të kërkuarat në treg, për lehtësimin e çdo komplikacioni, gjithashtu edhe në shëndetin e organizmit. Ekspertët thonë se hudhra ka qenë e preferuar në shumë civilizime të lashta, për shkak të vlerave ushqyese dhe përdorimeve të saj të shumta në përditshmëri.
Ajo është e pasur edhe cilësohet si një ilaç ushqim, madje edhe mjet më i mirë për mbrojtjen kundër syrit të keq. Pavarësisht modeleve të ndryshme të mirëqenies që shfaqen dhe zhduken, hudhra ka mbijetuar dhe vazhdon të përdoret në mbar botën, duke përdorur kështu atë si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët shëndetësor thonë se për shekuj, hudhra është cilësuar si një ilaç i shenjtë dhe besohet se mund të lehtësojë çdo komplikacion. Ja cilat janë disa nga efektet shëruese të hudhrës sipas helthit të saj. Së pari, hudhra ka veti të fuqishme antibiotike dhe përdorimi i saj në mjekësinë tradicionale ka qenë dhe shpesh i përdorur që në lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Disa analiza laboratorike kanë dëshmuar se alicin mund të largojë edhe qeliza të dëmshme. Hudhra po ashtu mund të mbrojë kundër komplikacioneve. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë hudhër kanë më pak prirje të preken nga sëmundjet të këqija. Hudhra po ashtu mbron shumë kundër problemeve të zemrës pasi relakson enët e gjakut duke reduktuar presionin e gjakut. Përbërësit e hudhrës edhe klinikisht kanë dëshmuar se ndihmojnë arterin të pastrohen nga kolesteroli, si dhe bën gjakun më të ngjitshëm edhe më pak të prirur të krijojnë piksje. Ajo përmban antioksidant. Hudhra ka 1% të forcës së penicilinës që mund të luftojë një numër të lartë të bakterieve. Problemi me shumicën e antibiotikëve është se bakteret krijojnë rezistencën e tyre, por kjo nuk do të ndodhë me hudhrën. Hudhra është një produkt fantastik kundër problemit të akneve. Shumë prej kompanive pasurohen me anë të shitjeve të produkteve dhe kremrave të ndryshëm për ta mbajtur lëkurën e pastër, por në fund rezultati është gënjyes. E kombinuar me produkte të tjera, hudhra mund të jetë një shërues mjaft e mirë për lëkurën. Një thelpi hudhër në ditë mund të përmirësojë shëndetin tuaj, ndërsa 2 deri në 3 thelpi në ditë mund të parandalojnë ftohjen. Kur e përdorni me ushqim, ju duhet të prisni deri në 10 minuta pas gatimit të tyre dhe më pas të shtoni hudhrën. Hudhra është një produkt fantastik kundër piksjes së gjakut. Provat klinike të cilat janë publikuar në Journal of Hypertension kanë treguar se presioni i gjakut të vullnetarët është zvogëluar me 1 deri në 5% pasi kanë marrë hudhër. Kjo mund të zvogëlojë shanset për goditje në tru me 30 deri në 40% dhe sëmundje në zemër nga 20 deri në 25%. Hudhra është më shumë të efektive kur shtypet dhe ndahet në pjesë, duke e përdorur ashtu siç është, ajo do të japë rezultate fantastike. Shpesh e nënvlerësojmë potencialin e madh për përfitimet e pabesueshme që sjell hudhra në përdorimet tona. Një nga ato është edhe ajo që mund të ofrojë sinjalat i shkëlqyer për lehtësimin e komplikacioneve. Për të përfituar nga të gjitha vlerat e saj, ajo duhet të konsumohet e papërpunuar. Shumica e pasurive të saj janë për shkak të pranisë së alicinës, një përbërës aktiv që e lëshon hudhra. Ndër vlerat më të rëndësishme të hudhrës janë vlerat antibakteriale që pengon bakteriet dhe gjithashtu vlerat antibiotike natyrale që përdoren në rast kur flora bakteriale e zorëve është e ndryshuar dhe trajtimet të mëparshme kufizojnë restaurimin. Ul nivelet e sheqerit duke bërë një arsye për ndihmën e vlefshme në lehtësimin e tij. Është e dobishme gjithashtu edhe në trajtimin e çrregullimeve të tretjes, çrregullimeve të rrugëve të frymëmarrjes dhe të mykut. Forcon sistemin imunitar, rregullon presionin arterial, rregullon gjithashtu edhe kolesterolin dhe trigliceridet në gjak. Një ndër ushqimet më të vërtet të çmuara në këndvështrimin e dobive është edhe mjalti. Përveç se është një burim i energjive të përbëra nga sheqerna të thjeshta, ai cilësohet si edhe qetësues i kollës, mbrojtës dhe detoksifikues i mëlçisë, mbron, stimulon dhe rregullon sistemin tretës dhe diuretik. Receta me hudhër dhe me mjalt mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese kundër problemeve të imunitetit. Falë vetive antifungale dhe antimikrobike, kjo recetë rrit reagimet e imunitetit ndaj viruseve, bakterieve dhe patogjenëve. Ajo mund të ulë gjithashtu edhe presionin e gjakut, ndihmon për të kontrolluar hipertensionin dhe përmirëson qarkullimin e gjakut, falë efekteve të përbërjeve sulfurike të komponentëve ushqyes të hudhrës dhe të mjaltit. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesi të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.